Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj. Të dashur vëllezër, të nderuar nëna dhe motra. Po kalojmë ditët më të bukura të vitit, netët më të zgjedhura, netët më të shtrenjta dhe ditë më të shtrenjta, sepse jemi në muajin më të shtrenjtë, muajin e bekuar të Ramazanit. Dal nga dal ky Ramazan po afrohet rreth fundit të tij dhe dal nga dal po kthehet te Zoti i tij. Për ditët që i kemi kaluar bashkërisht Allahun e madhruar, e lutim që Allahu na ketë pranuar të gjitha veprat e mira, të gjitha adhurimet tona, të gjitha sadakat tona, të gjitha punët e hajrit të cilat i kemi punuar, ndërsa për ditët e mbetura e lutim Allahun fuqiplot të na dhuroj jetë, shëndet dhe të jenë ditë të begat për ne dhe për familjet tona. Ramazani është një shkollë e cila nuk përsëritet, sepse çdo Ramazan është i veçantë dhe çdo mësim i Ramazanit është i veçantë. Edhe pak ditë kanë mbetur që të mësojmë nga ky Ramazan, edhe pak ditë kanë mbetur që të edukohemi në këtë Ramazan, e për sot kemi zgjedhur një temë e cila na preokupon gjithë secilit prej nesh. Temë e cila ka të bën me edukimin e egos dhe nefsit tonë. Çdo njeri gjallë ka ego dhe nefs, mirë po jo çdo ego është e hajrit, sepse Allahu fuqiplot e ka përshkruar egon në Kur'an në surën Yusuf duke thënë inna an-nafsa la'amaratun bis-su. Me të vërtetë egoja, nefsi është i prirë për dhe urdhëron për keq, është i prirë për të bërë keq dhe urdhëron njeriu që të bëjë keq. Ne që i besojmë Allahut dhe jemi musliman, e kemi për obligim të edukohemi që këtë ego ta drejtojmë, këtë ego ta e udhëzojmë në rrugën dhe në porositë e Allahut fuqiplot. E asnjëherë në asnjë muaj, egoja dhe nefsi ynë nuk edukohet më mirë dhe më tepër se sa në Ramazan, sepse mundësia për të vepruar keq, mundësia për të folur keq, mundësia për të sjellur keq dhe mundësia për të menduar vepra negative në Ramazan është minimale. Dhe ajo maksimalja është që të flasim mirë, të mendoj mirë, të punoj mirë, të veproj mirë dhe të gjitha punët e mira të jenë pjesë e personalitetit dhe veprimtarisë tonë. Edukimi i egos dhe nefsit në Ramazan është shumë i mundshëm më tepër se sa në muajt e tjerë, sepse në Ramazan egoja ka mundësi të edukohet në dy mënyra. Mënyra e parë është gjatë ditës, që tani jemi agjërueshëm edhe pak minuta na ndojnë nga iftari, egoja edukohet duke qenë njeriu agjërueshëm, sepse kur njeriu agjeron, mendja e tij dhe pjesët e trupit të tij janë më larg gjunaheve. Dhe mënyra e dytë është në kohën e natës, në namazin e taravive, në namazin e natës, në leximin e Kur'anit e kështu me radhë. Këto dy mënyra e edukojnë njeriu dhe e ndrydhin egon nefsin e tij, i cili e urdhëron atë për të bërë keq. Muslimani duhet ta përmirësojë vetveten, ta përmirësojë sjelljen e tij, ta përmirësojë moralin e tij, të i përmirësojë veprat e tij, të i ruajë gjymtyrët e pjesët e trupit të tij. Muslimani duhet që të edukojë egon me gjuhën e tij. Ato fjalë të cilat nuk janë të hijshme, të edukoj vetveten që nuk bën t'i flas. Ofendimet, sharjet, rënimet, fjalët e ndyta, fjalët e kota, fjalët e pesta, është edukimi egos ton, të mundohemi që tani ta mësojmë vetveten që nuk bën t'i flasim këto gjëra. Të edukojmë vetveten dhe veshët ton, me vesh që Allahu na i ka dhëruar, për ta asgjë s'kemi paguar. Të kemi kujdes çfarë po dëgjojmë. Çfarë po dëgjojmë dhe çfarë në telefonat tonë, çfarë shohim për të dëgjuar, çfarë dëgjojmë në veturat tona, çfarë dëgjojmë kur jemi në rrugë, çfarë dëgjojmë kur shkojmë në udhëtim. A dëgjojmë fjalën e Allahut, a dëgjojmë porositë e Muhamedit alayhis salam, apo dëgjojmë gjithçka tjetër e cila është në kundërshtim me këto dyja. Veshët janë pasuri e madhe, gjuha është pasuri e madhe. Të mendojmë veten sikur një ditë nuk mund të flasim. Të mendojmë veten sikur 24 orë
nuk ke mundësi të flasësh, nuk të punon gjuha jote, nuk të punon goja jote. Çfarë sikleti do të jetë? Çfarë mundi do të jetë? Çfarë dhimbje do të jetë? Çfarë temperature do të jetë kur të gjithë të thrasin ti s'mundesh më përgjigj. Të gjithë kërkojnë fjalë për ty e s'mund flasësh. Të gjithë flasin, të thrasin emrin, të thrasin telefon, s'mund përgjigjesh. Të mendojmë veten sikur një ditë nuk do t'i kemi veshët tonë. Shqisa e të dëgjuarit nuk do të punoj. Çfarë jete do të jetë? Sa do të jetë e vështirë? Sa do të jetë në siklet? Sa do të jetë në mundim? Për këtë, dhunti që Allah na i ka dhënë pa pagesë, por të mundohemi që egon tonë, nefsin tonë, në këto gjymtyr ta shfrytëzojmë duke udhëzuar atë, duke e stimuluar atë në punë dhe në vepra të mira. Të mundohemi që të edukojmë syrin tonë, të dashur vëllezër, të nderuara nëna dhe motra. Begatia e të pamërit është begati të cilën Allahu ja dhuron kujt e do, por edhe ja merr kujt e do. Ai që i ka këtë begati e posedon, të shikoj ka po e shfrytëzon, në dobi të kujt po shikon, për kë po shikon, çfarë po shikon, dhe kush ta mundsoj të shikosh. Sa ke paguar për këta sy? Sa i kontrollon këta sy? Kujt i përgjigjesh për këta sy? Të mendojmë një ditë, sikur e pamëra jonë do të humbet. Gjithçka do të bëhet e zëmt. Gjithçka do të bëhet e errët. Gjithçka do të rrohet. Asgjë nuk do të shikohet. Të mendojmë për pasurinë e syve tonë, sepse këta sy që sot shikojmë me ta, është shumë e mundshme brenda pak minutave të humbin. Por nuk mund ta imagjinojmë jetën pa sy. A mendojmë që dikush tërë jetën nuk sheh, tërë jetën ecë në përcjellje të dikujt. Ka edhe vetyre, por që të vetën në pozitën e tij. Çfarë mundime shka ai e çfarë jetë e keti? Pse Allahu ty të ka zgjedhë që ti me këta sy ta kënaqësh Zotin. Ti me këta sy ta lexosh fjalën e Zotit, ta shikosh fjalën e Zotit, ndërsa për ata që Allahu ja u ka marrë të pamërit, le të jenë të bindur se nëse durojnë, Allahu do t'ja u shpaguar. Allahu do t'ja u shpërblen këtë kompenzim. Por ne që i kemi sytë e shëndosh, ka po shikojmë? Apo shikojmë të ndaluara, apo shikojmë të lejuara? Apo shikojmë aty ku është hidhrimi i Allahut, apo shikojmë aty ku është kënaqësia e Allahut? Apo shikojmë të ndaluarat tona? Apo shikojmë pjesët e tjera të turpshme të tjetrit? Apo shikojmë aty ku nuk bën të shikohet? Ku prej të tjerëve mundohemi të largohemi, sepse një ditë do të përgjigjem ka dhe se i kam shfrytzuar. Këta sy që ti o Zot më i ka dhuruar. Çfarë kam shikuar me ta? Çfarë kam parë me ta? Çfarë kam menduar me këta sy? Dhe ka zemra ime është udhëzuar prej syve të mi. Dhe e fundit të shikojmë dhe të edukojmë duart e tona. Egoja jonë na shtyn të marrim haram. Egoja jonë na shtyn që tjetrin ta godasim pa të drejtë. Egoja jonë na shtyn që tjerë të hedhim në rrugë. Egoja jonë na shtyn që tjerë mos t'i afrojmë, por me dorë dhe me gjuhë t'i largojmë. Egoja jonë nuk na fton shpesh herë të punojmë atë që është e lejuar, por të nxitojmë të kapim atë që është ndaluar. E një ditë për këto dy duar që i kemi të shëndosha, kemi me u përgjigj para Allahut fuqiplot. Çfarë ke punuar me këto duar? Çfarë ke marrë me këto duar? Kanë e ke goditur me këto duar? Kush është ndi i lënduar për teje për këtyre dy duarve tua? A është puna jote e lejuar? A është paga jote e lejuar? A është pasuria jote e lejuar? A janë veprat tua të lejuara? Apo runa Zot të gjitha këto dhe shumë të tjera që bëhen përmes duarve janë të gjitha të ndaluara. Qofshin prej njerëzve të edukuar dhe të formuar ashtu qysh Allahu
prej nesh ka kërkuar. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.